Dhe tani do të mirëpres në studion e Qasti i Duhur, një mikesh, ajo është një sipërmarrëse, një personazh publik, një nënë e përkushtuar, ka pak nga të gjitha, por ka një të mirë shumë të madhe, ka humor, të cilun ja dua shumë, ka buzëqeshi dhe ka flok shumë kaçurela. Fatma Haxhialiu. Dhe lufta e saj e madhe, që nga kaçurelat e veta u kthye në profesioneja këtu pranë meje, kështu përballë me kamerën. Jemi këtu. Mirë, faleminderit. Ishte Qasti i Duhur të vije, besoj. Po. Kam ardhur në Qastin e Duhur. Për të folur për shumë gjëra, ne do të ulemi të diskutojmë aty, do ndjekim një insert dhe do të rikthehemi me Fatmën për të biseduar në studio. Fatma Haxhialiu është shembulli i gruas moderne shqiptare që i bën të gjitha me dashuri, pasion dhe guxim. Një nën plot energji dhe një sipërmarrëse e suksesshme që di të mbaj ekuilibrin mes karrierës dhe familjes. Me origjinë nga Berati, ajo është nëna e 2 djemve, Kianit dhe vogëlushit Noar, i cili sapo ka mbushur 9 muajsh. Fatma udhëton shpesh me familjen dhe përpiqet që çdo moment i lirë të jetë pranë fëmijëve të saj, duke u kujdesur me përkushtim dhe dashuri për ta. E lindur në shenjën e demit, ajo është e qëndrueshme, këmbgulse dhe plot pasion në gjithçka bën. Për publikun, Fatma është e njohur si gazetare, moderatore, por edhe si sipërmarrëse, ku flokët e saj kaçurela janë bërë një simbol i stilit, por edhe i personalitetit të saj të veçantë. Shpesh e etiketojnë si Fatma e Thumbit për mënyrën e drejt për drejt dhe pa filtra me të cilën shprehet. Por përtej kësaj, ajo është një grua me zemër të madhe që frymëzon, mbështet dhe nuk ndalet kurrë së ndërtuari. Sot në studion e Qasti i Duhur, Fatma Haxhialiu do të ndaj me ne jo vetëm rrugëtimin e saj profesional, por edhe anën më të bukur të jetës së saj, atë si nën, bashorte dhe grua që nuk e humbet asnjëherë shkëlqimin në sy. Ja ku më erdhe në dorë. Shumë faleminderit për insertin njerë, se ka të bëj shumë edhe fotot edhe videot që përzgjidhen, kështu që faleminderit që ti të ndihesh mirë. Po, ja, të gjithë ne. Unë i shoh kaçurelat e tua dhe nuk ngope me to, kam të rjetën time që i shoh, më pëlqejnë aq shumë. Faleminderit. Ty duhet të jenë lodhur pak. Apo jo? Jo, nuk se konceptoj do të jetën time pa kaçurelat. Vetëm moment i vështërsisë së flokëve të mi ka qenë Tanzania, që sidomos muajt e parë që kisha siklete me aromat edhe më bezdisnin flokët në fytyrë dhe pothuajse gjatë 9 muajve të Tanzanisë, shumicën e kohës e kam pasur flokët kapur se nuk i duroja dot. Kisha një kështu një ndjesi shumë të keqe kur i kisha. Ka qenë i vështirë ai moment? Domethënë Tanzania në përgjithësi është një moment shumë i bukur. Jo, unë e kam pasur shumë të mirë, por kjo pjesa ka qenë pak e vështirë, se të mendosh që në të njëjtën kohë unë jam edhe imazhi Fatmarelës dhe unë duhet të bëj dhe videot dhe fotot. Edhe ndërkohë kisha këto siklete. Edhe kjo ka qenë pjesa më e vështirë. Shiko, gjithmonë, siç e the ti, taksixhiu, po do thoshte kush është Fatma, gjithmonë të kanë etiketuar sipas diçkaje që ti ke bërë, Fatma e Thumbit, sipas Fatmës, Fatma me Aulonën, ose Fatma e Aulonën, ose Aulona. Aulona e Fatmës. Si ndihesh kur i dëgjon këtë gjëra, meqense e ke të freskët edhe po vjen direkte nga taksia? Ishte shumë e bukur ai momenti kur tha, pse s'më than sipas Fatmës, po më than Fatma Haxhialiu, thash ç'është kjo? Në fakt, unë gjithmonë kam dashur të identifikohem si Fatma, pra nuk ka rëndësi mbiemri apo dhe gjitha kjo ka nisur në fakt tek Gazeta Paloma, kur unë shkruaja ato rubrikat e mia In and Out edhe Scanner, dhe duke ditur që ishin pak kontroverse për kohën dhe mund të kisha dhe kështu shantazhe siç ka ndodhur me personazhe që më merrnin telefon, dhe doja të isha Fatma H, pra nuk doja që të ngatëroja dhe njerëzit e tjerë të shkretët të familjes të fisit që mund të kishin të njëjtin mbiemër edhe mund ta pësonin nga mua, dhe gjithmonë kam dashur që të jetë Fatma dhe të marri përsipër gjërat e veta pa pasur pasojat të tjerët. Një mbiemër shumë të gjatë dhe domethënës, sigurisht. Po. Dhe kjo ka qenë ideja. Pastaj lindi profili i Instagramit, ku në fakt unë jam frymëzuar nga According to Jim.
Ke parasysh ai seriali me Xhim Belushin, që më pëlqente shumë dhe doja që ti ishte diçka, pra, ato që thuen aty, gjërat që bëhen, mendimet që ndahen, janë përgjegjësi e Fatmës, pra të vinte ky mesazh. Dhe sipas Fatmës ishte fiks ajo që më tingëlloi dhe që më përshtatej. Po, Fatma e Pepit. Shika, se më kujtove Sa vjetë u bët jo. Në bë 20 vite në shkurt. Wow. Po. Komplimente. Faleminderit. Edhe bukur ishte që para disa kohësh, një miku ynë lexon tek celulari i Pepit, se ne kemi akoma nofkat që kemi përdorur kur ishim të rinj. Edhe unë jam e ëmbla ime, e kam emrin e telefonin e Pepit, dhe është i vetmi moment dhe i vetmi njëri që mendoj që unë jam shumë e ëmbël. Ose më sa kam menduar në fillimet e veta. Ti unë mendoj që ti me spec, po gjithsesi, ai kështu. Kështu që Fatma e Pepit është e ëmbël. Se le të themi që ai është njeriu ku unë ul armët edhe jam shumë vulnerabël. Është e vërtet që vetëm me Pepin unë jam aq vulnerabël. Me të tjerët mundohem që të mbaj këtë koracën, le të themi, luftarake, që nuk mërzitem, që duhet jem gjithmonë në formë, që jam ajo që zakonisht mbushëlloj të tjerët edhe jam aty për ata dhe sikur mua s'më duhet nevojë. Kurse me Pepin s'më duhet ndihmë. Me Pepin është totalisht tjetër gjë, aty lëshohem si fëmijë dhe jam kështu kërkoj ndihmë. Edhe pas 20 vitesh, është po e njëjta ndjesi, është po e njëjta ngrohtësi, po e njëjta qetësi. Është akoma dhe më e madhe, sepse nëse në fillimet e mia unë kam qenë një skeptike që ja kam nxjerr jetën në një mënyrë të pa imagjinueshme, atij djali. Në të gjitha llojet e formave, provokimeve, i qëndroja shumë distante, nuk kisha besim, siguri në gjërat që thoshte, apo bënte, doja prova, teste. Është një dem kjo, nuk ka si të bëjnë ndryshe. Dhe demat kështu janë, pa e vërtetuar, pa e marrë deri në fund atë, nuk e lënë. Dhe madje i thoja, të lutem shumë, dhe fjalën të dua, mos ma thuaj kështu kot pa u menduar. Dhe ai thoshte, se kur e mendoj, Pepi ka qenë 24 vjeç atëherë, ka qenë i vogël. Dhe thoshte, po, është një gjë që unë ndjej, okej, ndjenja është një gjë, por, kur ti ta thuash atë, duhet jesh i bindur 100%. O, zot, shpas ka hequr në 20 vite. Por edhe që ka marrë dhe shumë. Pastaj në momentin, sepse demi e ka këtë, dhe sidomos unë, që në momentin që fitoj besueshmërinë dhe që mendoj që njeriu që kam përballë mund t'i besoj, aty pastaj unë jepem me tëra 100%. Nuk di të mbaj raporte 70-30, dhe kjo në çdo sferë, dhe në miqësi, dhe në punët që bëj, jam ose all in ose nuk e bëj fare atë që bëj. Nuk ka kështu vit mes. Jo, nuk di ta bëj. Ti në fakt ke shumë vite në media, unë kam darë korridoret me ty në Vision Plus. Kër unë sa po kisha filluar, isha asistent e produksioni. Ka qenë atëre Pepin jetën tënde? Po, ka qenë. Unë kam lindur me Pepin praktikisht, do të thënë, se nuk mbaj më një periudhë jetë. Por nuk ka qenë mami akoma? S'kam qenë mami, jo. Kemi qenë në fillimet tonë. Në këto vrapet dhe rrugtimin tënd dhe këtë dëshirën për t'i bërë gjëra dhe kështu të mbaj mund gjithmonë energjike me vrap me shumë kërkes të themi për të qenë aty ku doje ti. Sot, pas kaq kohësh në këtë punë, në këtë rrugtim, mendon se je aty ku do ti? Mendoj që po. Me zgjedhjet që kam bërë dhe me këtë vrapin, mendoj që tani kam dhënë luksin vetes në një farë mënyre që të eci me hap, jo më me vrap, sepse mendoj ka një kohë që ti investohesh dhe unë jam investuar pa u kursyer, e kam thënë disa herë që fillimet e mia, besoj dhe fillimet e tua ka qenë të ngjashme, që s'kemi parë orare pune, që vinim në orën 8, se njerëzve ju duket për të qeshur, por njerëzit sot dhe tek breziri shumë. Ai lloj mënyra, ndoshta ka ndryshuar mënyra se si shihet televizioni, media, nuk e di, por ne kemi pasur një dashuri të pakushtëzuar, se të mendosh rogat qesharake të fillimeve tona dhe orare, dhe kur themi orare të zgjatura flasim dhe për 1-2 të natës, që sot mund të duken qofte edhe të pakonceptueshme, por ne kemi bërë me dashuri më të madhe dhe unë isha entuziaste për atë që bëja. Pra nuk thoja është një punë që më lodh, se dua, se vajti ora kaq. Unë jetoja për atë gjë. Realisht e doja projektin ku isha përfshirë në momentin që e bëja. Dhe mendoj që të gjitha këto pastaj kanë sjellë edhe atë bagazhin
profesional, po dhe psikoemocional që Fatma ka sot për të bërë të gjitha gjërat që bën në jetën e vet. Po ardhja e fëmijëve në jetë. Më ka zbutur shumë. Më ka zbutur shumë, jashtëzakonisht shumë. Kian, me ardhjen e Kianit, unë kam pësuar një transformim të beft dhe kam kuptuar qa vlen vërtet dhe se sa pa kuptim ishin gjërat e tjera për të cilat unë mërzitesha shumë, i kushtoja shumë vëmendje. Se vërtet shumë imi mërzitu, po e lëfare këtë skenase. Kam përshtypjen që dua të bëj pyetje që unë ndjej. Gjëra që unë i kushtoja një energji emocionale dhe mendore shumë të madhe dhe aty kuptova që gjërat që vlen vërtet në fakt janë këtu. Dhe me Kianin ka ndodhur ky transformimi që unë u bëra njëri dhe më i butë dhe më empatike nga të shisha më përpara, se më përpara isha, po nuk e shfaqa. Me Kianin fillova ta shfaqa. Pastaj me Noarin kam kaluar kështu në një nivel zen komplet, në një paqe të jashtëzakonshme që realisht ndjem krenare me veten time. Që fëmia e dytë në fakt të gjen më të relaksuar, më të qetë, nuk kema ato emergjencat, edhe kur rrëzohet e shikon dhe nuk kema ato ndjesit që o boboç po bëj, o boboç po s'dille. Qa po ndodhë, u bubu kjo, i merë më me sportivitet, qofte edhe netët pa gjumë, i ke përjetuar, i ke kaluar dhe e ditë çfarë ke përpara. Pikërisht, edhe do dhe të korrigjosh gjërat e tjera, për shembull, një nga gjërat që kam dashur gjithmonë të korrigjoj është mami anksioz, se me Kianin kam qenë po bora. Dhe Pepi më thoshte, për fatë mirë ka qenë gjithmonë ai ekuilibri, që po lëre se do bjeri, mos bëj ashtu se trembet nga ty, jo se u vra. Tani me Noarin, për shembull, e shikoj që bën kollotumba në gjithë shtëpi nga fillimi në fund, i qesh edhe më qesh mbrapsht, ngrihet në këmbë, vazhdon situatën. Domethënë jam më e stërvitur dhe më e përgatitur nga kjo anë dhe jam edhe më e qetë vetë. Sa vjeç vajti Noari? Noari është Kiani është 11 vjeç, mbushën në shtator, ndërsa Noari para pak ditësh bëri 9 muaj. Është i vogël akoma në foto, më gjen pak më i madh në foto. Sepse është bebi madh. I ngjan pak mami dhe prandaj dhe pyet, sa vajti, se e dija që është i vockël, se po thash mos e ka mbushur vitin, apo se me vërtet ngjan më i madh. Sidomos në foton me vllajën ngjan më i madh. A është e lodhshme ky momenti i muajve të parë që të arrish të kombinosh dhe të bësh të gjitha punën, të ndjekësh gjërat që ti bën me shumë pasion. Mëmësia është e lodhshme. E di, nuk diskutoj. Tani kush thotë të kundërt të gënjen. Sepse të thuash e lodhshme nuk do të thotë që nuk merr kënaqësi. Duket sikur ndonjëherë i vëm kështu në një peshore ku nëse ti ankohesh, ankesë është fjalë e madhe, po nëse ti thuaj që u lodha, ose një moment do që të rrish vetëm dhe ti thuash, mu hiq një syrshje të gjithë, duket sikur ti nuk po e shijon, apo sikur nuk je një nënë e mirë. Dhe kam vënë re që, sidomos mamat e reja stepen dhe kam frikë të thonë, jam e lodhur, ose ndjem e pafuqishme për t'i bërë të gjitha gjërat, sepse jepet ndonjëherë dhe një shembull kështu i gabuar dashur pa dashur dhe nga ne të televizion, megjithëse unë mundohem që gjithmonë të jem shumë e vërtet me ndjekësat e mia, po duket sikur ne i bëjmë të gjitha edhe jemi gjithmonë në super formë dhe super të lumtura dhe asnjëherë nuk lodhemi, nuk qajme, nuk i bërtasim atyre kalamajve, që nuk është e vërtet absolutisht, ose ato që e thon këtë kanë shumë ndihmë ose nuk merren shumë me kalamajt, them unë. Se kush merret me kalamanin non stop, patjetër që ka një moment që ta sjell në maj të hundës. Po e thua ti ustash. Jo, unë e them edhe, kër u bëke me të dytin, është ajo që kanë thënë mikeshat e mia, me të parin, është thjesht një teaser, ti nuk je mama vërtet me të dytin, e kupton se ç'është mëmësia. Dhe është e vërtet sepse krijohet një lloj sistemi që ne kishim një kohë shumë të gjatë, se 10 vite diferencë është mjaftueshëm për të vendosur ca ekuilibra, që u përmbysën komplet, dhe tani duheshin rindërtuar nga e para. Është një kaos i bukur shumë, i lodhshëm shumë, ka mundin e vet. Unë jam e fat që kam ndihmë, kam mamin tim që e kam shumë ndihmë, sepse e kam afër, kam Pepin absolutisht që jo e kam ndihmë, po bën detyrat e veta me shumë zell dhe me shumë dashuri, edhe ky është një lehtësim shumë i madh. Absolutisht. Praktikisht ke 3 djem, po ai që ka suport i madh. Dhe është ai që kujdeset për mua, ndërkohë që unë kujdesem për të gjithë, dhe ky është një lehtësim shumë i madh për mua, por sigurisht që kam lodhjen time, më mungon, gjëja që më mungon më shumë në këto momente është koha cilësore me Pepin. Dhe e themi duke qeshur që na ka marrë malli, që të jemi të dy, sepse është e pamundur kur jemi në një date.
Pra organizoni në njerë, ndo një këshu? Akoma nuk kemi arritur të organizohemi për një date, para pak ditësh pim një kafe të shkurtër, që ishim Me burrin, të dy bashk, po. I pas ka del kohët pi një kafe me burrin, pa kalamajt, më në fund. Po sepse unë duke qenë se kam qenë ekskluzivisht gjithdënse dhe deri në momentin e 6 Noari ka qenë ekskluzivisht vetëm me gjithë dhe unë kam qenë non-stop, nuk mund të largohesha më shumë se sa 1 apo 2 orë që më duheshin për punët e mia dhe prandaj si jemi aktivizuar bashkë. Pastaj ajo nata kemi tentuar një 2 net romantike, po unë jam vjen ora 9 dhe këputem si me buton. Si në ato filmat. Fiksin ato filmat. Kështu që përpara ca ditësh ishte kjo kafja e shumë pritur dhe ajo që më mungon për momentin është pikërisht kjo. Koha cilësore me burrin. Intimiteti, pra, po themi dhe koha të jashtë fëmijëve. Megjithatë ju dhe udhtoni shumë, po prap me fëmijë. Patjetër. Tani e kemi ullur dozën, sepse është Noari akoma i vogël dhe unë jam pak nga këto mamat që ndjekin në regjimin, shkon sipas regjimit të fëmijës, për mua rutina është shumë e rëndësishme dhe duke e provuar tek Kian, që sot është 10 vjeç, nuk heq dorë. Do të thënë, nëse tek Kian mund të kisha dyshimet e mia, po edhe po qëndroj pak, e kam kuptuar që rutina është shumë e rëndësishme në stabilitetin e fëmijës, kështu që vazhdoj të jem rigoroze tek kjo pjesë, kështu që do na duhet pak kohë për të rikthyer tek ato udhëtime, le të themi, pa rregulla, siç i shijoja me Kianin dhe me Pepin përpara se të isha shtatzan. Nuk të mbajtur shumë gjatë, se di që ke punë dhe na kanë dalë titrat, por me kë i ke lënë fëmijët sot? Ishin me mamin deri para 1 ore, tani është babi duke ardhur në shtëpi dhe ka marrë turnin. Ke kompletuar të gjitha. Me punën dhe me projektet? Tani është momenti që jam duke u kthyer, te Fatmarela jam kthyer thuajse me kohë të plot, sepse akoma jam me leje lindje dhe nuk ka mundësi që të jem tamam siç duhet në zyrë. Me projekte televizive, siç themi ne të televizionit, po shqyrtoj disa projekte. Kur asgjë nuk është konkrete, i shqyrtojmë disa projekte. Por të them të vërtetën nuk është se kam ndonjë nxitim të madh, sepse siç e thash, nëse do zgjedh diçka, dua që të jetë diçka që vërtet e dua dhe jo për kompromisin thjesht për të qenë në ekran. Të paktën tani ke luksin ta bësh të gjë sepse ke ndërtuar gjërat e tua. Pikërisht. Dhe më lejo të t'jap një këshill, shijoje këtë kohën sa është i vogël, se e ke provuar dhe vetë që vrapi nuk mbaron. Dhe aty është dhe për njëri si ty nuk të kanë frikën fare, që sa po t'jesh pak më e lirshme, do t'i nisësh dhe njëherë të gjitha gjërat në full time. Faleminderit Fatma që ishe me mua. Ishte shumë kënaqësi edhe për mua. Edhe u kënaqja nga energjia jote si gjithmonë. Faleminderit. Mirë, kemi përfunduar këtu edhe për sot në çasti i dur, duke ju falenderuar që na ndoqët, yll sërish takim nesër. Mirupafshim.